Përshëndetje shkues të nderuar të platformës Art Motion nga Lipiani nga stadiumi Sami Kelmendi. Sot do të ballafaqohen skuadra e Trepçës që luan Sini Koqer me atë të Drenicës. Betejë tet interesante në kuadrët e ligës së parë. Po siç do rendi po shohim me fanella të përgatitura posaçërisht për ditët e epopes së UÇK-s, secili prej futbollistëve i bartë në këtë daljen e parë në stadium para fillimit të ballafaqimit gjithashtu edhe gjyqtarët. Pa humbur shumë kohë, shkojmë me formacionin fillimisht të skuadrës së Trepçës. Në port Januz Miftari, më pas në mbrojtje Fabian Isha, Nikolas Da Silva dhe Labinot Ibrahimi. Para tyre do t'jenë me 5 në mesfush Arlind Syla, Omar Dia Pape, Kristi Kote, Endrit Emini, Gentian Emini dhe më pas faza sulmuese Ani Kenneth dhe Kamuelo Oala në fazën e sulmit kjo dyshe. Në krahun tjetër tek skuadra e Drenicës, Marcos Morales në mbrojtje, në port, në realitet. Më pas janë Fatmir Rexhaj, Antonio Marku dhe Arber Shalja, Auron Amiti, Altin Sulejmani, Genc Amiti, Mohamed Fofana dhe faza sulmuese Kreshni Kuka, Iqbal Jashari. Sigurisht skuadrës QQZ i prin Shkelzen Lushtaku. Teksa presim për çdo moment që të filloj sfida tek liga e parë tek tabela ku bën pjesë të dy skuadra. Drenica është në vendin e parë pas 17 gjirove të zhvilluara me 35 pikë, 10 fitore, 5 barazime dhe 2 disfata, 24-13 është dallimi në gola të shënuar dhe të pranuar. Ndërkohë skuadra e Trepçës në pozitën e tretë, sa ka pikë edhe Trepça 89 me 32 nga 17 gjiro të zhvilluara, por Trepça e ka një fitore më pak se sa 89, 9 fitore, 5 barazime dhe 3 disfata, 29-16 gola të shënuar dhe të pranuar. Në për të sfidë interesante, shohim se ja fokusohet edhe kapiteni i skuadrës së Drenicës, Shkelzen Lushtaku. Gjithçka e gatshme për të filluar sfida. Mohamed Fofana shkon nga mesi. Do t'jenë mysafirët që nisen nga mesi fushës në pjesën e parë. Vjen edhe sinjalizimi për fillimin e sfidës. Drenica pra të parët në aksion. Topi kthyer tani krejt prapa te Morales. Nga Antonio Marku. Fofana. Duelit i parë. Topi kthyer prapa te Arber Shalja. Më pas Auron Amiti dhe topet e jashtë rivën janësore. Të cilën e ekzekuton më pas futbollisti i Trepçës. Pasimi para në drejtim të Ani Kenneth, dështon kësaj radhe, ndosur mirë në mbrojtje Drenica. Pasimi i gjati Miftarit. Largohet përkohësisht rreziku. Përsëri kombinimet e Hoala. Pasimi në qendër, situatë e rrezikshme krijuar para portës së Drenicës. Largohet me shpejtësi topi, edhe një herë tjetër. Ndërkohë ndërhyn me kokë Omar Dia Pape. Një kombinimit e Pape. Pasimit e Hoala, goditja nga distanca, shkon pranë portës kjo goditje,
rasti i parë i skuadrës Trepçës në këtë ndeshje. Goditja e parë drejt portës së Drenicës që përfundon jashtë. Në mes të 3 futbollistëve arrin që të dërgoj goditje Kamuelo Hoala. Nis loja nga Morales pas pasimi gjatë në drejtim të fazës së sulmit. Sigurisht 2 pikat e referencës do t'jenë Kreshnik Kuka edhe Iqbal Jashari. Në fokus trajneri Trepçës Edi Martini. E përcjellën fillimisht aksion të skuadrës së Drenicës. Arkimi në zonë, pritje tani nga Myftari. Çfarë rasti i humbur tani nga Fatmir Rexhaj me këtë goditje me kokë. Mbetet rezultati 0-0, shojmë edhe njerë të përsëritur. Momenti arkimit fantastik, kërcimi, por ndërhyrja edhe më e mirë tani nga portieri i skuadrës Trepçës që mban rezultatin 0-0. Insiston edhe një tjetër skuadra e Drenicës, kemi largimin nga zona ja. Edhe reagimi i trajnerit Arsim Thaçi pas rastit të fundit të Rexhajt. Një dërtet është e pranë golit. Përfundon ekzekutimi topi i devijuar nga mbrojtja e skuadrës Trepçës. Do të shmanget Kreshnik Kuka me zatë i largot tope, por i kthehet Drenicës përsëri. Duel në mesfush, Omar e largon tope në fund, me zatë ndërin Drenica përsëri. Edhe kemi rivënje ansore në favor të mysafirëve. Ekzekutuar tani nga Lushtaku. Edhe një pasim tjetër. Jashari e kthen topin te Lushtaku, por ka dalë topi jashtë. E kthen Altin Sulemani. Edhe një tjetër rival jansore. Ekzekutuar nga Jashari me shpejtësi. Do t'jetë përsëri rival jansore, por më lartë. Në zonë dhe sigurisht do t'i lihet tani kapitenit Shkelzen Lushtaku për ta ekzekutuar atë, për ta dërguar më në thellësi. Pas mbrojtja e skuadrës Trepçës. Labinot Ibrahimin që pashtu është me Goxha Përvoj. Një pasim në zonë, largot rreziku, goditja nga distanca qendrore. Kësaj radhe pa telashe për portierin Myftari. Edhe një tjetër skuadra e Drenicës. Prekja e fundit e Jasharit, Labinot Ibrahimi. Një qënë topin të Gentian Emini. Tashmë i ekzekutuar.
Dalet edhe kjo aksion. Antin Sulejmani hap lojën në krahun e majt. Kërkon ndërhyrje të paliuar Kreshnik Kuka. Era Sulejmani tani largohet topi. Është ndërhyrje paliuar. E shkaktuar nga Auron Hamiti. Ndalet loja për ndërhyrje të paliuar të sulmuesit tani Kenneth. Është ndërhyrja paliuar ndaj qendërmbrojtësit Antonio Marku. Të është edhe njerë momenti kur e ka shkaktuar ndërhyrjen e paliuar sulmuesi i Trepçesani Kenneth, i cili tani më shumë është ndëshkuar me karton të verdh. Herët në lojë, minuta 9 e ndeshjes. Dhe ndërhyn tani portieri i Trepçes Januz Miftari. Pasimi gjatë i tij. Sërish ndaj Ani Kenneth. Dhe të rënë topin tani Shala duke pasuar te Marku. E kërkojnë kundër sulmin në drejtim të Kreshnik Kukës. Genc Hamiti. Është topi i skuadrës Drenicës. Sulejmani. Në shtyn topin para për Ukën. Edhe njerë Sulejmani kombinon me Shaljen. Uka. Kërrej topi prapa i këtyrë të Antonio Marku. Edhe në fund Maicon Morales. Ndaluam herët depërtimi e ndrit Eminit. Kërkojnë mysafirët ndërhyrje të paliuar tani ndalojnë gjyqtari. Se çfarë ndodhi më herët. Ndërhyrja Markut ndaj Ani Kenneth. Ky është momenti. Ndërhyrja paliuar si që përshëm është në favor të Trepçës. Kristi Kote, arkimi i ti. Nërgo topin nga mbrojtja edhe Genc Hamiti. Shtyn topin para të Kreshnik Kuka që nuk arrin ta kontrolloj. Ekzekutimin e pam nga Arlind Sylla. Edhe një rivenjansore për sëri Sylla do t'jetë në ekzekutim. Kenneth prapa për Syllën. Reziston. Robi kthyer prapa.
nga Kristi Kote. E pasim para shumë i mirë të Endret Emini, por del kësaj radhe me kohë. Portieri i skuadrës Drenicës Morales. Edhe një pasim para. Të rrën sakt në mbrojtje të Drenica Fatmir Exhaj. Në jansore Gentian Eminit. Arrin që të shmanget Hoala, tani mundësia për kundërsul. Uka. Edhe më te Kreshnik, Uka futet në zonë. Uka në qendër, nuk arrin ta devijoj topin Fofana. Dhe mbetet rasti i shpërdoruar i skuadrës Drenicës në këtë kundërsul të shpejt. Edhe njerë pasimi në qendër. O mundua me them për Fofana, pasi opcion të vetëm. Shënë tani edhe këtë harkim të skuadrës Drenicës, që në këtë momente po insiston para portës Trepqës. Një shtaku dhe Auron Hamiti me këtë pasim, topi del jashtë në drejtim të Iqbal Jasharit. Kennedy, go, Kennedy. Take the ball. Ndërhyrje pa lejuar. E shkaktuar nga Fatmir Exhaj. Ndalet Ani Kenneth. Mjaft aktiv Kenneth deri më tani. Pasimi para i Kotes në këtë rast të reagon mbrojtja e skuadrës Drenicës. Antonio Marko e qënë topin në rivën jansore. Insiston Omar Dia Pape. Edhe një rivën jansore. Syla. Shko ekzekutuar drejt Eminit. Edhe një top. Sa era dhe në rivën jansore për sëri. Fofana e fiton duelin. Pasimi drejt Iqbal Jasharit. Ndot që të kombinoj me njëherë Iqbal Jashari, por reagon në mbrojtje skuadra e Trepqës. Sigurisht Labinot Ibrahimi me mjaft përvoj. Ndërhyrje e pa lejuar ndaj Auron Hamitit. Auron, ma shpejt hiro, Auron! Auron, forma eret shidhe, Auron! Ndërhyrje e pa lejuar nga sulmuesi Ani Kenneth. Exhaj në ekzekutim. Me pasim të gjatë në drejtim të Jasharit. Ndërhyrje mire e Hamitit. Dhe ndalë këtu Iqbal Jashari për gjystarin, gjithçka është e rregullt. Hamiti. E hiqet topin nga Kote. Pasimi para për Eminin, goditja nga distanca larg portës kjo.
Ishte momenti i ndërhyrjes Gentian Eminit më herët ndaj Iqbal Jasharit. Iqbal, s'ki nevojë më poshtë. Hajde, vish! Para Jasharit në fund ndërhyn Nikolas Da Silva. Emini për Syllën. Bukur pasimi Jani Kenneth. Emini u mundua që ta çojë topin në qendër të Huala. Kësaj radhe ka devijim, do t'jetë goditje këndi për skuadrën e Trepçës. Është edhe një momenti. Ka ndërhyrë Fatmir Rexhaj në fund. Hoala është nga këndi. Harkimi i lartit i drejt zonës, goditja me kokë pret. Kësaj radhe portieri i Drenicës Morales. Goditja me kokë i Arlend Syllës. Dojni Gentian Eminit shojmë. Ishte prekja fundit Iqbal Jasharit. Që në thellësi topin Emini. Sylla. Pasimi i gjatë e Huala ndërhyn Lushtaku Jashari. Mirë pasimi i Jasharit e Sulejmani, më pas zhvendoset loja te Fofana, por del portieri Jenuz Miftari. Ka pasur edhe pozit jashtë lojës. Ilja Benot Ibrahimi me ekzekutim. Emini nuk arrin ta mbajë topin e loj. Në ekzekutim tani në krahun tjetër Lushtaku. Derja në kokë e Ronamitit. Kote. Derja në fund. U tha se ishte e rregullt. Jashari. Ardu Shala, pasimi shkon lart e Kreshnik-Kuka. Bukur tani, kjo mund t'jetë rrezikshme. Goditja drejt portës dhe realizon Fofana. Skuadra Drenicës në përsi në minutën 22 të ndeshjes. Aksion i krijuar për mrekulli nga krahu i majt. Kuka e hapi lojën me një pasim fantastik. Edhe më pas nga afërsia nuk fal nga opozit Mohamed Fofana.
fantastik aksioni për epërsinë e skuadrës Drenicës. Sigurisht tani pritet edhe konfirmimi nga dhoma e varit për rregullsinë e golit të Drenicës. Udhëheqin mysafirët. Goli është i rregullt. Nga pika mesit niset skuadra e Trepçës. Hoala. Ja vazhdon, nuk ka ndërhyrje të palejuar. Këtu Krishniku ka u ankua mjaft, por gjyqtari që ishte afër vendosi që ndërhyrja nuk ishte e rregullt. Syla. Komenon afër me Koten. Humbe topi pas Eni Kenneth. Hamiti. Fofana. Nuk ka ndërhyrje të palivar. Loja vazhdon. Ani Kenneth. Kote. Minut Ibrahimi rëshqet para rinë, pasojt e Hoala. Nizatë, Hoala në fund, pasimi ti gabuar, gabon në kraun tjetër edhe Uka. Shkurt pasimin e drejtim të Iqbal Jasharit. Ibrahimi. Pasimi për kapitenin e Mini. Nuk ka ndërhyrje të palijuar. Mustafa Ba inkuadrohet në vend të Kristi Kotes. Ekzekutimi i Gentian Eminit duket nuk ishte i kënaqur trajneri Trepçës me paraqitjen e Kristi Kotes. E zëvendëson duke inkuadruar sulmuesin më të rrezikshëm Mustafa Ba. Aron, sulmuesin e tërma përpara ty. Hadi boş beyt kapitan. Vazhdo çatën olur çatı kapitan. Boş beyt hadi vazhdo. Ekzekutimi i shkëlqen Mushtakut. Gotohet përsëri në rival njanësore. Ndërhyrje e palejuar. Pasimi i gjati Antonio Markut. Jashari, pasimi perfekt. Mundësia tjetër dhe dy fishot e përsia tani.
për skuadrën e Drenicës. Kreshniku ka 2 fishane përsi në minutën e 27 të kësaj sfide. Pasimi fenomenal i Iqbal Jasharit. Komplikohen gjëra tani për liderin e ligës së parë, skuadrën e Trepçës. Hajde Lavi, hajde Lavi, hajde! Në fakt, konfirmohet lidershipit e Drenica. Komplikohen rrugët për skuadrën e Trepçës, se ishte në ndjekje të kreut të tabelës. Fantastik pasimi i Iqbal Jasharit. Nuk gabon nga afërsia. Kreshnik Uka. Brenda 6 minutave Trepça e gjen vetën në disavantazh. Tani edhe më të thellë 0-2. Goli është i rregullt. 0-2. Në rast fitores, skuadra e Drenicës do të forconte edhe më shumë pozitën e parë, aktualisht i ka 35 pikë në renditjen e përgjithshme. 3 më shumë se sa Trepça, 89 dhe Trepça. Edhe një pasim i gjatë tani, del portieri i Trepçës, Miftari. Jemi shpejti Ibrahimit. Kenneth ngatron mes vete fillimisht futbollistët e Trepçës. Ndalet loja, Labinit Ibrahim Jenis. Dyshtaku me kokë. Deri te Omar. Stimi ullët në qendër. Hoala, mundësia ti, goditja shkon mbi port. Edhe njerë, ju këthyë topi. Por jo i sakt në goditjen nga afërsia. Gentian Emini, sulmon nga krahu. Prekja fundit vetë Eminit. Auran! Mos ko shumë ti! Mos ko shumë! Rim rapa! Auran, mos ko shumë rim! Pozicion aty! Mere topin, Auran! Fitoj topin e pa! Auran, Antin! Qëndër brojqa, Antin!
Del pa të lashe. Në ta zotruar topin dhe për të marrë kohën e nevojshme portieri Morales. Edhe një rivenjansore. Da Silva te Ibrahimi këtë robi prapa për miftarin. Ibrahimi. Ani Kenneth. Apo të Gentiani në ndëryn, shkelsen Lushtaku. Sekretarën nga Emini për kapitenin e ndret Emini. Edhe njerë Gentian Emini. Hoala kominu në kramë Sylen. Karin ta zëtëroj topin Ani Kenneth. Lërgun në Regjaj në kra. Për Arbër Shaljen. Euron Hamiti. E kërkoj Genc Hamiti në Euron Hamiti. Da Silva. Ani Kenneth, vetëm deri tek Sulejmani. Uka për Fofana ndërhyn Ibrahimi. Gentian Emini. Ndret Emini. Ndjekur nga Lushtaku. Ka pasur pozit jashtë lojës në sulmin e fundit të Kreshnik Kuka. Pasimi gjati Morales i sakte Uka, i cili ka marrë tani një goditje ndërhyrje paliuar e Omar Dia Papes, i cili do të ndërshkohet me karton të verdh. Topi është lënë për ekzekutim tani Genc Hamitit. Nga i nisë aksioni i ri i skuadrës vendese, i skuadrës mysafire në realitet. Dhe kemi përsëri ndërhyrje të palijuar. Ndërhyrja e palijuar e Lapinot Ibrahimit në drejtim të Iqbal Jasharit, i cili ishte më meritori në realizimin e golit të dytë. Super pasim
të Kreshnik Uka, që më pas e shënoi edhe të dytin e Drenicës. Shohim tani çfarë sill kjo ndërprerje për skuadrën QQZ. Ngarkimi nga Hamiti. Elio Uka që dal jashtë tani me rivënien nënsore. Sigurisht nuk i ngutet. 0-2 është rezultati. Elio topin për Shaljen. Dalet aksioni edhe goditja nga distanca. Urron Hamitit. është edhe njerë ndali aksioni dhe më pas vendosi që vetë godas. Shohim dal nga dal drejt fundit të pjesës së parë. Pasimi brenda zorës, por është Omar Diapape që largon shpejt. Tani ndërhyrje e paliuar në favor të Trepçës. Është dalë në mënyrë të paliuar Mustafa Ba. Regjaj me kokë. Fofana në drejtim të Ukës. Ka pasur pozit jashtë lojës në momentin e pasimit nga Mohamed Fofana. Pas minutat e fundit të pjesës së parë, pasimi para në drejtim të Iqbal Jasharit, ndërhyn para tij Lapinot Ibrahimi. Jashari shmanget. Gentian Emini. Hoala dhe ka ndërhyrje të paliuar nga Sulejmani. Që nëse do tjetë kjo goditje nga distanca, po ndërhyrja mjaft e mirë e portierit Morales. Samuelo Hoala, ekzekutimi i tij i lartë, ndërhyn në Regjaj në mbrojtje për Drenicën. Shtyn topin para Ibrahimi. Ata nuk e shpërthajnë mbrojtjen e Drenicës. Shalja. Pasimi shpejt i Jasharit te Orhan Hamiti dhe kthej topin në posedim të Trepçës.
Pasimi gjatë i miftarit. Ka dalë Morales me kokë. Me kohë, më falni. Dhe kjo është ndërhyrje e palejuar ndaj Ljushtakut. Presioni nga Mustafa Ba dhe kjo ndërhyrje më ashpër. Kërkohet tani ndihma mjekësore për kapitenin e skuadrës së Drenicës. Momenti i golit të parë. Uka Shalja Fofana ishte trekëndshi. Edhe më pas Jashari Uka për 0-2. Pasimi gjatë i Morales. Largot nga Syla. Gjatë rëmben topin Jashari. Fofana. Rria sakt niset para në drejt e Meni, po ndërprejtë rrugtimi ti nga Genc Hamiti dhe kjo është ndërhyrje palijuar ndaj Auron Hamitit. Pasimi gjatë i Genc Hamitit brenda zonës nuk arrin që të ndalin të kontrollojnë futbollistët e Drenicës, duke humbur posedimin. Hoala për Sylën. Isha pasimi në thellësitë e Ani Kenneth. Pasioni i Antonio Markut. Detyron sulmuesin e Trepçës ta dërgojë topin në rival jansore. Presin e shumë sa do tjetë koha shtesë 3 minuta. Ibrahimi, këtë në topin për miftarin. Da Silva. Rrida sakte Auron Hamitit. Got me shpejtësi topi Ibrahimit, nuk ka rrinë te Mustafa Ba. Edhe njerë Silva te Isha. Da Silva. Ibrahimi. Bukur te Gentian Emini. Pasimi brenda zonës. Por del portieri Morales. Ishte momenti e golit të parë, vim pamjet nga dhoma e varit për të treguar rregullsinë e golit të Ukës. Dalet përsëri në mënyrë të palijuar Ani Kenneth. Jekur nga Antonio Marku, Ljushtaku. Jansore për Drenicën.
Isha. Stafa ba për ndret Eminin. Kentian Emini. Arkimi lartë i ti. Kërkon vloj me dorë ndret Emini. Vazhdon aksioni i Trepçës. Goditja drejt portës Drenicës. Pret Morales. Pritje mjaft e mire Morales e mbajti portën e paprekur. Këtë është edhe njerë krejt situata që ndodhi brenda 16-shit. Momenti kur kërkuan lojë me dorë, nga ky kënd nuk vrejet mirë. Këtu mund të kemi ndoshta një situatë më të qartë. Momenti kur Regjaj e prek topin me dorë. Sigurisht tani është konsultuar edhe nga dhoma e varit. Nuk ka asgjë nga ajo situatë. Ka kaluar edhe koha shtese para parë për pjesën e parë. Shari nxjerr këtë rivendje anësore. Nuk ka më kohë në pjesën e parë. Çon skuadrat në pushim gjyqtari ndeshjes. Kemi edhe ne pushim 15 minuta më pas kthehemi me pjesën e dytë të kësaj sfide, të cilën është duke effektuar skuadra e Drenicës me golat e Fofanas dhe Ukës 0-2.